Në kuadër të projektit të ujësjellësit të ri të qytetit, përgjatë kësaj të mërkure, nga ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë po kryen punime në depon 4000 m3, e cila ndodhet në pjesën kodrinore të qytetit, pranë fshatit Kanin, punime të cilat po kryen edhe në funksion të ndërtimit të dhomës së komandimit, por njëkohësisht po punohet edhe për zëvendësimin e Saraçineskës në hyrje të stacionit të pompimit numër 4. Kjo punë e ujësjellësit të Vlorës bëhet për të rritur funksionalitetin e rrjetit, por edhe për të përmirësuar furnizimin me ujë të pishëm të qytetit, e cila tashmë po realizohet me ritme, një punë tepër e domosdoshme për të realizuar me qëllim përmirësimin e shërbimit tek qytetarët e Vlorës, çka ka sjellë që përgjatë kësaj të mërkure, qyteti i Vlorës të ndërpritet furnizimin me ujë të pishëm. Punonjës të ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë ndërkohë po punojnë me ritme për realizimin përgjatë kësaj të mërkure të punimeve në depon 4 mishe në Kanin. Puna është përqendruar pikërisht në këtë pjesë të linjës kryesore, ku po krijohet bypassi devijues i rrjetit të ujësjellësit për t'i hapur rrugë realizimit të projektit për ndërtimin e dhomës së komandimit. Dhoma e komandimit, një projekt që do të bëjë të mundur komandimin më me lehtësi të rrjetit të ri të ujit të pishëm, ku do të shërbejë më pas edhe në funksion të rrjetit të ujësjellësit të ri të Vlorës. Gjithashtu, si pjesë e këtij projekti, do të kemi zëvendësim të gjitha tubacioneve kryesore, të cilat furnizojnë me ujë të pishëm qytetin e Vlorës me tubo të reja për rritjen e cilësisë së shërbimit. Ndërkohë, përgjatë kësaj të mërkure, puna e punojësve të ujësjellës rajoni Vlorë është përqendruar edhe në pikat të tjera të qytetit, duke shfrytëzuar ndërprerje me ujë të pishëm për qytetin për 24 orë. Punojësit e ujësjellësit të Vlorës kanë nisur edhe riparim të disa defekteve në disa pika të qytetit, të cilat janë konstatuar. Kjo gjë bëhet për qëllim që mos të kemi shpërdorim të ujit të pishëm, çfarë shkakton humbje në rrjet, duke ndikuar më pas negativisht në furnizimin e rregullt me ujë të pishëm tek qytetarët vlonjat. Një prej zonave që u punua përgjatë kësaj të mërkure është edhe ajo pranë zonës së centrales në segmentin rrugor të unazës së madhe të qytetit. Prej ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë garantohet se kjo ndërhyrje do të përfundojë brenda kësaj të mërkure. Përgjatë gjithë të mërkurës, qyteti nuk do të furnizohet me ujë të pishëm. Prej orëve të mëngjesit të ditës së njëjtë do të nisë edhe furnizimi i Vlorës me ujë të pishëm dhe situata pritet të rikthehet në normalitet.